është djalja që kom vjetën, që mu ka pëshet derat, e shkaktar është ai personi atje që arrinë. Muslime, zotni mu, besom gjyqtarë, nësë kom punë për botë, nuk e di. Nëse me i klip një shpit. Jo që kom fëmijë, po njëm profesor. Në qershorin e vitit 2022, mjeku i qendrës së mjekësisë familare në Gjakovë, Mentor Salini, dhe shoferi i ambulancës Skoviar Gjini ndërruan jetë pas një aksidenti tragjik. Për këtë rast akuzohet Kastriot Prendrecaj me veprën penale rrezikimi trafikut publik. Prendrecaj ishte dënuar nga gjykata e Gjakovës me 5 vite e 6 muaj burgim, ndërsa apeli ja kishte shpërsuar dënimin me 7 vite burgim. Më pas, gjykata supreme në këtë rast e kishte kthyer në rivendosje. Hapëm shërtimin gjyqësor në çështjen e penale nga ata akuzuar Kastriot Prendrecaj për shkak të veprës penale e rrezikimit trafikut publik. Gjykata vazhdon shërtimin gjyqësor me marrjen pyetje të dëshmitarëve dhe të ekspertëve. Me datën 19/9/2024 keni përpilu super ekspertizë, ku jeni në cilësinë e mbikëqyrës të kësaj super ekspertize. A qëndroni edhe sot pra kësaj ekspertize, super ekspertize? Qëndrojmë pranë konstatimeve, përfundimit dhe mendimit. Cilat kanë qenë të gjetura dhe konstatimet? Në faqen 37 janë përshkruar lëshimet e drejtuesit të automjetit FAV Golf 5, të cilat kanë qenë primare, dhe lëshimet sekundare apo kontributi që ka pasur drejtuesi i automjetit Opel Movano ose autoambulanca. Pas analizës se rrjedhës teknike të aksidentit, lëshimet e drejtuesit të automjetit FAV Golf 5 kanë ndërmarrë veprimin e kyçes në rrugë kryesore, pa u siguruar mjaftueshëm se janë plotësuar kushtet për realizimin e këtij veprimi në mënyrë të sigurt. Me rastin e ndërmarrjes së këtij veprimi, për kthim majtas, nuk e ka respektuar përparësinë e automjetit të ndihmës së shpejtë, e cila ka qenë duke lëvizur në shiritin e vet televizjes. Ndërsa si kontribut, pengasit të autoambulancës ka qenë drejtimi me shpejtësi prej rreth 120 km. Në këtë përfundim është edhe një vërejtje se mjetet me përparësi kalimi kanë të drejtë të mos i zbatojnë dispozitat trafikut, kur ato mjete japin sinjale me dritë kaltër dhe me zë. Edhe në pyetjen e rreti, me qenë se automjeti Golf nuk ka qenë i kyçur akoma në rrugën kur është shkaktuar aksidente, a konsiderohet pjesë masi trafikut publik pra në qatë kohë kur edhe ambulanca ka qenë të lëvizë? Nuk është problemi vetëm automjeti, po mund t'jetë edhe këmsori dhe çdo kush që merr pjesë në një rrugë publike, që shfrytëzon një rrugë publike, quhet shfrytëzues i rrugës. Sipas videoincizimit të ofruar në CD, faqe 28, janë dhënë edhe komente, janë nëshime të cilat ndërlidhen me krijimin e situatës rrezikshme që përpasojë kanë edhe aksidenti. Krijimi i situatës rrezikshme është nga ana e ngasit të automjetit Golf 5, kur drejtuesi i automjetit Golf 5 ka ndërmarrë veprimin e kyçes në rrugë kryesore, pasi ka filluar të kaloj në afërsi të mesit të rrugës, në kuzët kuaka, distanca e këtij automjeti me autoambulancën ka qenë rreth 33 metra. Nga kjo rrjedhë, se drejtuesi i automjetit FAV Golf 5 ka pasur mundësi të dëgjoj alarmin e autoambulancës dhe me këtë rast të respektoj përparësinë e kalimit. Fatkeqësisht nuk është personi në sallë, ai është djalja që kam vjetën, që mu ka pëshet derat, e shkaktar është ai personi atje që arrinë. Edhe ai kishte bërë ndryshe dëshminë. 2-3 reformat atje për shkaktarët primar dhe sekundar. Unë kem në ditë profesor, ku punoj në polici, ku po kthejnë gjykata në prokurori, është qesharate më shkruaj kërë e emergjencë policisë me 20 orë, ose emergjencë me 14 orë, ose se fliset me 3 orë me një rast.
E tha dhe por asë nuk ka kufizim të shpejtësisë për emergjencë dhe përfundoj kjo. Nuk ka përfundim. Asisoj fjallin... Pyetje, masane edhe fjallë përfundimtore dhe kemi. Edhe e po përseshe, a ka për kufizim shpejtësisë emergjencës zjarëfisën në botë, kur do që ka trafik. Nuk din gjungën e ka trafik, nuk din gjungën e ka, por me që me ka në gjungën, se ka kokës të zoologike. Aty ka trafik. Ku do në botë? Ku do në botë? Ku do në botë? Në bregu. Çfarë kjo është pyetja? Sa i përket kësaj pyetjeve të nduket të nashë dhe prapa kështë... Jo, vetë për Kosovë, të e dharë, po... I të bojë për pyet edhe në përbot. S'kom beson gjyqtarë në s'kom punë në përbot, nuk e di. E di se në bazë të situatës, respektivisht natyrës e lëndimit që i bartë pacientët e përcakton shpejtësinë e tij televizjes. Nuk kam has, edhe njëherë po petencojnë që se ka nevojë më shënua, nuk kam has literaturë se sa guxon me te kalu shpejtësinë në raport me shpejtësinë e kufizuar. Ngushëllime, zotni, mu dhe pëshe vera. Doket shumë lehtë që folim në ashtu gjyqtarë, veç besoni se edhe unë jam njeri. Me siguri Edhe unë jam njeri. Klif mi në shpi. Me siguri klif mi në shpi. Jo që kom fëmin, po njëm profesor. E unë e profesor, kishë mujtë më konë në rollit fundër, unë e më konë eksperti me qenë të babë i djallit. O, jam. I të të na për kuptojme dhe situatën tonë, përgjigjet kënë A ti që e është të ty e ti me siguri. Përgjigjet kënë shumë korekte, shumë shkendore, të amanë, stima. Në bazë gjendjes çfarë kem pas gjyqtar, asa ne as ne na çdoshte, edhe nuk jem rasisht. Unë zgjedhur ata që i kem fakultet. Po çështja është ka bëj se çka ne kuptojmë, shkencërisht përparësia e kalimit. Mjeti me përparësi të kalimit të komunikacion, çka ne kuptojmë? Cila situatë ka? Cila situatë, ai nështrohen tjerë, kush i nështrohet, pse nështrohen, a ka veçori, kështu është. Ligji ja ka parapot se të drejta që ka i takojnë. Gjdo ngasës, ose gjdo shfrytzues, ose gjdo pjesëmarrës i rrugës, kur i sheh këto ato mjete, se shumë më rëndësi me thonë, i sheh këto ato mjete se na i shohim përgjithësisht, me sinjale dhe me sinjale të më thonë me zë, dhe nikosisht me sinjale me drita dhe me zë, dhe me zë, duhet të jep përparësi kalimi.